Kaluam një fazë parë të qeverisjes duke mbyllur gropa të panumërta, borxhesh dhe gjithë farë lloj papërgjegjshmërish. Pastaj filluam investimet serioze. Dhe pavarësisht se rrugës u desh të ndeshemi me tërmet, me pandemi, deri edhe me pasojat në çmimet e energjisë të një lufte që s'kishte lidhje me ne fare, ne ja dolëm që të jemi i vetmi vend, dhe këtë e them me shumë krenari, që nuk e ka rritur, po e ka ulur çmimin e energjisë elektrike. Dhe tani ja dolëm që vim tek ju edhe t'ju shikojmë pa sikletin e madh që s'kemi çfarë t'ju themi për pensionet. Sepse skema e rritjes përmes atij niveli që përmendi ministrja me 2 fishim të përvitshëm të rritjes së vitit më parshëm është e garantuar 100% me buxhet. Kështu që të gjithë duhet ta dinë që çfarë ju është rritur këtë janar, që vazhdon çdo muaj natyrisht, do t'ju dyfishohet janarin e ardhshëm, do t'ju trefishohet në janar të 2028-s, do t'ju 4 fishohet në janar 2029-s dhe do t'ju 5 fishohet në janar 2030-s. Natyrisht që juve, kjo është fatkeqësi, po duhet ta themi siç është, jeni gjenerata e fundit me laps dhe me letër. Gjeneratat e tjera janë me sy dhe me vesh. Po kur vjen puna ke lapsit dhe ke letra, ju e keni parë që një parti e tërë në opozit udhëhiqej nga dikush që s'dinte shumëzimin. Që tregon që niveli i aritmetikës i atyre që e kishin zgjedhur për udhëheqjes ishte edhe më i keq. Dhe edhe më keq do shkojë kjo puna e shumëzimit dhe pjesëtimit. Pastaj do vi dhe dita kur do goditet dhe mbledhja dhe zbritja. Por ju dini lapsin, dini letrën dhe mbi të gjitha, se më bëjnë shumë për të qeshur ata që dalin pa laps e pa letër në për këto klubet e natës edhe hapin kapaktet të nxjerrjeve, që thonë Partinë Socialiste e votojnë pensionistët se janë komunistë. Në fakt ju jeni ata që do kishit bërë fatin dhe suksesin e çdo moderatori, edhe Blendi Fevziu po ta kuptonte. Do e kishte ngritur shumë lart nivelin e debatit politik në atë sallonin e vet. Jam një antar i shoqatës së pensionistëve dhe lidhur me temën që jemi ulur sot, ju falenderoj që gjetët kohë dhe mundësi që erdhët me pensionistët e Beratit, sepse unë kam punuar në sigurimin shoqërore gati 30 vjet. Një pjesë e madhe e pensionistëve, të cilët nuk plotësojnë vjetërsinë e punës, janë edhe gjunaqar, sidomos pjesa e fshatarësisë, se unë kam punuar vite me ata, janë gjunaqar për faktin që në 2014 ka zbritur ligji me këmbë në tokë, i ka bërë thirrje për të derdhur 2 milion dhe të fiton 20 vjet dhe nuk e respekton. Kështu është e vërteta. Në 2014 kemi shkuar derë më derë dhe me 2 milion bleni 20 vjet dhe nuk e respektonin. Kjo është për të ardhur keq dhe ja pasojat. Megjithatë, pavarësisht nga ajo që ka ndodhur, fakti që ajo 100.000 lekësha që përfoleshe dhe që ne nuk na vinte as pak mirë për çdo pensionist që lakojsh, jeni të vlerësuar për faktin që çonin te niveli 220. Zoti kryeministër, unë që kur e fillua të fjalën dhe zonja ministre, më erdhi pak si keq, se nga që jemi një familje e tëra, neve ju konsiderojmë fëmijët tanë dhe brenda familjes merrimi vesh shumë mirë. Dhe ky auditor këtu është gjithë i një niveli të tillë që jo vetëm që unë ndjek hapasthapi çdo ditë, çdo sekondë, juve dhe në të njëjtën kohë dhe rrjetet sociale që mund të flasin turligjarash,
por në fund fare të ditës bën një analizë. Dhe analiza bëhet duke parë të sotme dhe duke hedhur vështrimin tek e shkuara. Se pa ditur të shkuarën, nuk e vlerëson dot të sotme dhe nuk i hedh dot kapat për të ardhmen. Kur ka ardhur fillimisht Ervini, unë kështu do t'i thres, ai e gjeti Beratin edhe pa ujë, me 3 orë ujë në ditë, dhe që gjë më madhe që bëri, sidomos për zonjat, po dhe për gjithë qytetarët e Beratit, që kanë 24 orë ujë. Prandaj, dikush do thoshte që, po pse gjë e madhe, shumë e madhe është, se kështu do të vinë nga ato që janë si domosdoshmëri për të shkuar tek ato që janë pastaj arrin tek maja e piramidave që do kërkojmë luksin. Por kur shohim që pas ujit u zbukuruan lagjet duke ushtruar, u zbukuruan fasadat dhe morin një ngjyra të tjera qyteti ynë, duke parë që u hapën sheshe, u krijuan mundësira të tjera, atëhera i themi, dhe edhe ai që ka një farinati brenda vetes së tij, bën një analizë, po dalë ta themi një fjalë të mirë edhe për këta njerëz. Prandaj që unë desha që juve të mos ta fillonit kështu bisedën, duke dhënë llogari. Por unë desha që juve të ishit krenar këtu midis nesh. Se vetëm Partia Socialiste i ka dhënë këtij vendi atë që se kanë dhënë të gjitha sistemet që kanë kaluar. Shumica po shkon deri në Vermosh me rrugë, po shkon në Skërka me rrugë të asfaltuara. Kudo që të hedhësh syt ka resorte, ka ngritur niveli jetesës. Do thoni, po jo, juve pensionistët, edhe neve avash, edhe ne avash, nuk e kishim me 200.000 lekë kam dalun. Isha në shkollë të mesme mësuese, me 200.000 lekë të vjetra. Avash vajti 400 e sa. Mund të ketë një bum tjetër suksesi ekonomia jonë, dhe mbase nuk do të narrisë 2 fishi 18 vjeçës, mund të narritë 3 fishi vitin tjetër. Prandaj duhet jemi optimist dhe duhet të shajmë problemet ashtu si që kemi dhe duhet të trokasim fort për ato që kemi bërë, zoti kryeministër. Shumë fort. Ju falenderoj nga zemra që juve në krah keni marrë 2 djemtë më të mirë të Beratit. Kështu ta mbajnë socialistët njëri tjetrin. Ata që vjedhin dhe bëjnë, e kanë vendin e tyre, le të merret drejtësia me ta. Ne nuk kemi punë me ta, zoti kryeministër, dhe mos e ul kokën asnjëherë se çfarë thuhet dhe se çfarë bëhet. Se cili ka rrugën e tij, sy të gjithë i kanë. Ua ka dhënë Perëndia syt, veshët i kanë, mendjen e kanë, le t'i llogarisin hapat ku i hedhin. Ju faleminderit shumë. Pas kësaj oratorie vetëm do të marrë në i ditë të trajnosh deputetët e Partisë Socialiste. Po shikoja disa shifra këtu, duke ju referuar fjalës që u fol pak më parë për pensionet, dhe jo për të paguar pensionet, po për të shtuar diçka për pensionistët. Nëpërmjet bonuseve, gjatë qeverisjes son, ne kemi disbursuar 600.213.000 euro. Pra më shumë se gjysmë miliardi plus ekstra. Dhe natyrisht e përsëris nuk është për të thënë që shiko se sa shumë kemi bërë, po për të thënë që kemi pas gjatë gjithë kohës këtë stres që si të mbështesim më shumë pensionistët brenda mundësive. Dhe ndërkohë që fole për skemën, qeveria ka mbuluar nga buxheti një deficit të skemës pensioneve që ne e kemi gjetur 2% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, që është një lemeri. Sot e kemi ulur në 0,5.
prap është problem, por është shumë më i ulur. Dhe shikoni pak këtu një shifër tjetër, që ne kemi gjetur skemën me 510.000 kontribus dhe e kemi quar në 870.000 kontribus. Dhe prandaj është forcuar skema fal kontributave.